Territori shqiptar për datën 19 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell dhe vranësira të pakta kalimtare në disa zona. Paraditja do të jetë me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat qendrore dhe lindore do të ketë vranësira të pjeshme. Edhe gjatë pasdites moti do të mbetet i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 18 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 20 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 20 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 21 gradë Celsius, Korç 5 deri në 15 gradë Celsius, Vlorë 15 deri në 21 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 20 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 21 gradë Celsius,